Ne në fakt kur kemi pasur të ftuar, kemi folur për këtë borxh, por si duket ndaj KRU Prishtinës vazhdon të jetë borxhi i njëjtë, meritat 45 milion euro borxhi ndaj KRU Prishtinës dhe është paralemruar shkyqje për mbarim. Në fakt ka qenë Arjeta Mjeku që ka folur për këtë, zëdhënësja e KRU Prishtinës, ndërsa ajo ka paralajmëruar qytetarët se nëse nuk i paguajnë faturat edhe 16 ditë, do të shkojnë në përmbarësi ose do të shkyqen pra. Sipas saj, rreth 40 milion euro janë borxhet e sektorit familjar, ndërsa mbi 5 milion euro u përkasin bizneseve të vogla edhe të mëdha. Zëdhënësja ka paralajmëruar se në rast të mosshlyerjes së obligimeve, kompania do të ndërmarrë masa ndëshkuese. Njëkohësisht ajo ka sqaruar se shkyqja nga shërbimet e furnizimit me ujë mund të ndodhë në rast se konsumatori ka 2 fatura të papaguara dhe lavd, pasi paraprakisht të tij janë dërguar 3 deri në 5 vërejtje. Normalisht